kjo luftë, që në nxjerrë si detyrë neve? Arritëm në një pikë që përfunduam vetëm në 2 batalione dhe tashti ndoshta industrinë ushtarake që kishim pothuajse e azgjësuam, tash po lind nevoja që të ribëhet edhe një herë. Në këtë panoramë të re, cilët janë armiqtë tanë kur edhe NATO-ja po dobësohet, edhe nuk është më ajo që neve e mendojmë që sa të na ngacmonte dikush, mbas 2 orësh do ja behnin miqtë tanë. E thonë që të gjithë këtë. Unë ndoshta juve edhe keni një pozicion të tillë që duhet të lëvizni me këpucë prej plumbi, por ç'a nevoje është që të blejmë edhe si miq për ata të tjerë, se edhe kur shkon të rrihesh me dikën, një mik i dobët më shumë të prish punë se sa të rregullon punë. Fakti është që jo vetëm ne, po gjithë Evropa, po të shikoni, mbas luftës së ftohtë pati një shkrehje. Totale. Që të gjithë, dhe italianët, madje edhe armatimet që ju shuan Ukrainat dhe janë 30-40 vjet të vjetra. Po, mund të përmend për shembull edhe ato që dërgoi Gjermania, për shembull Gepardi është prodhimi i viteve 60. Leopardi. Gepard, jo Leopard. Gepardi është platformë tanku, ka të montuar armë kunajrore. Dhe janë përdorur me sukses në Ukrainë ndaj dronëve. Sepse tani ka lindur problemi i mbrojtjes ndaj dronëve. Pra nuk mund shpenzosh një raketë të shtrenjtë në zonë Patriot, ku në një droni që kushton $500. Dhe një raketë kushton me miliona $. Plus që është një objektiv shumë i vogël dhe kështu që pati një shkrehje, si thuash, në të gjithë Evropën perëndimore. U mendua nuk do kishte më luftë, industria ushtarake, po të shikosh edhe këto vendet që ishin tradicionale, që prodhonin, patën shumë të vështirë të ringranoheshin, edhe një herë për të filluar prodhimin. Kështu që në këtë kuadër besoj edhe ne nuk bëm përjashtim. Ajo që ne bëm, edhe që besoj nuk ishte gjë e mirë, ne duhet t'i ruanim kapacitetet. Sa duhet vjetra që t'ishin, kam parasysh tankët. Ne kishim tankët të 59, të 62. Dhe po të kemi parasysh sot luftën në Ukrainë, Rusi. Rusia ka futur në luftë, i erdhi radha që të futej të 54. Ne kishim të 59, një model më i përmirësuar i 54-s, dhe Rusia kishte ruajtur, pra nuk e kishte bërë skrap. Dhe kështu ndodh me gjitha shtetet. Pra një armatim, nuk mund të thuar që është një armatim mund të jetë jo bashkohor, po armatimi është armatim. Ngelet ai që është, mund ta modernizosh, gryqet e artillerisë ato janë, mund të modernizosh sistemin e drejtimit, zjarrit. Tankut mund të modernizosh sistemin e drejtimit, sistemin e komunikimit. Mund të shtosh palete për mbrojtje, për shembull ka plot shembuj. Mbrojtja reaktive që. Po, ka plot shembuj që i kanë modernizuar. Kështu që edhe shkrirja e artillerisë mua më dukve se nuk ishte koston. Të gjitha pra, ne kemi nxjerr nga armatimi në 2007-ën, të gjithë çfarë kishim kapacitetet tona që kishim. Në 2007 janë nxjerr brenda një dite me një urdhër. Dhe pastaj gradualisht ata janë bërë për scrap. Pra mbase ky është tani është një mësim i nxjerr, por është i vonë. Duhet ishin ruajtur. Nuk pra është si puna... Sepse nuk është se do ndeshëshim me Amerikën ose me Rusinë, me këta fëmijë tanë që... Absolutisht. Edhe këta si puna jonë janë. Por ajo ka dhe atë efektin e parandalimit. Deterenca. Po, sepse një kundërshtar potencial, që mund të ketë një qëllim të caktuar, kur e di që ti ke diçka, do mendohet, natyrisht.
kjo është njëra anë. Ana tjetër, pastaj me pranimin në NATO, dhe ky është një koncept që ndeshej, besoj tani njerëzit do kenë filluar të nëshojnë, por ndeshej shumë shpesh edhe unë kam pas dhënë një cikël leksionesh në atë kohë në pragun e pranimit në NATO, një cikël leksionesh në universitetet publike, në Durrës, në Elbasan, në Korçë, Shkodër, rreth NATO-s. Pra, kjo ishte në kuadrin e familjarizimit me NATO, që është NATO-ja. Dhe çuditërisht njerëzit e perceptonin NATO-n si një send ose një ushtri që është gati, është diku në një gazer, dhe sa herë ti bish telefonit ti, vjen me herë aty dhe të zgjidh problemin. NATO është kontribut shtetesh. Nuk ka asetet të vetat, nuk është një mekanizëm që ka asetet e veta dhe... Pra nuk është një ushtri që rinë gazerma në gjendje gatashmërie dhe kur bie... Jo. Kanë më duket ajo forca e reagimit të shpejt? Tani janë krijuar, këto janë... Po gjithsesi dhe ajo nuk është e mjaftueshme. Jo, tani janë krijuar mbas agresionit. Pra, natyrisht janë krijuar në kufit e NATO-s tani, natyrisht që ka forca, ka prezencë. Ka dhe Shqipëria, diku. Por çështja është që NATO nuk është se reagon me njëherë me trupa masive brenda orësh. Edhe ajo do kohën e vetë mobilizimit, do në vendimarrjen së parë. Më thoshte një ekspert tjetër, sigurie Arben Çuko, edhe ish ushtarak, duhet të paktën një javë, thoshte, sa të mblidhen, bëhet vendimi politik të organizuar. Vendimarrja. Nësa trupat pastaj duan më tepër, duan shumë kohë. Pra, imagjinoje që do mobilizosh rezervist. Sepse ushtrit bazohen të rezervist. Përgjithsisht, vetëm janë disa shtete që numërohen që janë të bazuar të ushtar aktiv. Ushtar profesionist? Aktiv, po, që janë në shërbim gjithkohën. Ndërsa ushtrit kryesisht në perëndim, përjashtuar disa forca speciale, forca të gatshme që mbahen, tjerat janë rezervistë, kështu që të mobilizosh rezervistin natyrisht ka kohën e vet. Ka kohën e vet dhe duhet edhe politika e vet që ti mbushësh mendjen një portugezi që do vite lej kockat në Shqipëri për shkak. Absolutisht. Pastaj duhet menduar stërvitja, trajnimi, pra nuk mund të se është e njëjta gjë kthehen prapë tek Rusia. Një nga problematika që ka dalë në Rusi është që Rusia mobilizon rekrut dhe i dërgon me një trajnim minimal, rreth 3 muaj në front. Tani, mendojeni një 18 vjeçar, 19 vjeçar, 20 vjeçar, që deri në atë moment nuk e dinte se çfarë ishte arma, se çfarë është taktika ose doktrina ushtarake dhe për 3 muaj i bën një përgatitje të shpejtë dhe e çon në front. Kolonel, më ka bërë përshtypje diçka në të gjithë analizat që bëjnë ushtarakët perndimor, ata që dëgjoj unë, që thonë që 6 muaj është e pamjaftueshme që ti të përgatitesh një ushtar për luftën moderne. Absolutisht. Pra, është minimalja e domosdoshme. Që thonë që nga halli mund ta hedhësh në vijën e frontit, në kohë që neve dikur doktrinat ushtarake kanë qenë ushtari mish për top. Armën mësohet si qellohet, thepës shqegës, kush ishte ajo dhe o burra përpara, kush arrin të llogoria tjetër të arrit të marrë fitoren. Pra, kemi një ndryshim të konceptit të luftës, i cili natyrisht që e bën shumë më të shtrenjtë ushtarin. Kosto e një ushtari që përgatitet për një vit, është kosto e madhe. Jo vetëm, do të thënë, edhe materiale, por edhe për atë çka harxhon. Pra, nuk është më një mish për top ai që dërgon. Dhe në këto kushte mendoj që NATO-ja, e cila është pikërisht organizata që bën ka vendosur këto lloj standardesh, e ka të vështirë që brenda një jave të bjerë ty trupa për të mbrojtur. Jo, absolutisht. Është e vështirë sepse mekanizmi funksionon nuk funksionon ndryshe. Pasi bëhet vendimmarrje, herë duhet të aktivizohet në N5. Po. Nëse s'ka në N5, natyrisht natën nuk ndryn. Pra duhet të aktivizohet në N5. Pastaj është vendimmarrja. Është vullneti. Pavarësisht sepse NATO është një organizat që bazuar në konsensus. Pastaj është gjenerimi i forcës, i trupave.
dhe mjeteve. Pra shtetet deklarojnë se sa do të dërgojnë, siç po bëhet aktualisht, pra nëse që nga fillimi i marsit e këtej, disa shtete perëndimore po diskutojnë dërgimin e trupe paqëruese, nëse do kishte një marrëveshje pushimi në Ukrainë, dërgimin e trupe paqëruese në Ukrainë. Po tashti Britanisë dhe Francës, dy shtete më të militarizuara të kontinentit ju ka dalë që nuk mbledhin dot një divizion ta dërgojnë aty. Po pikërisht pra, kjo është arsyeja. Kështu që pra pas vendemarrjes është gjenerimi i forcave, i trupave. Pra shtetet deklarojnë sa do kontribuojnë. Se jo gjitha shtetet, për shembull gjithë forcat që ka një shtet do i çojnë NATO, jo, ai do mbajë edhe për vete. Po. Për qëllim kombëtar. Rezerva strategjike. Patjetër. Kështu që ai nuk mund të ta lërë bosh vendin e vet të dërgojë. Kështu që bëhet gjenerimi i trupave, pastaj mobilizimi i tyre, pastaj do bëhet një, si thua, një trajnim i shpejt i tyre, i shkurtër për një orë me atë atje ku do shkojnë. Pra do kohën e vet dhe minimalja, besoj unë, do duhen pakten 1 deri në 2 muaj. Derisa do shofish rezultatet e para në terren. Ndërkohë, një vend pa ushtri për 1-2 muaj absolutisht ta kryer punë. Po, kjo është logjika e kapaciteteve kombëtare. Pra kapacitetet kombëtare të shteteve që nuk kanë mundësi të kenë kapacitetet mëdha, është që të kenë kapacitetet të tilla të mjaftueshme që të rezistojnë derisa NATO të aktivizojë Nenin 5 dhe të reagojë me trupa konkretisht në terren. Kjo është logjika. Kolonel, unë kam të qartë që sot ti nuk mund të blesh një Abrams që kushton një 50-60 milion dollar, në mos gaboj. Kushtojnë shumë. Se edhe s'ta japin. Jo, çështja është që ka shumë, tani duan të blejnë gjithë. Po. Dhe porosit tani janë bëhet rradha për porosi. Po. Edhe kur ta japin të degraduar, do më thënë nuk të japin versionin e fundit, të japin një version bazik, siç ka ndodhur në shumë raste të shitjes së armatimit. Ose është e shtrenjtë që të marrësh skuadrile avionësh, një F-35 që bëhet fjalë, po edhe F-16, të paktën ata që çuan në Ukrainë thonë që për çdo pilot, për çdo avion duhen minimalisht llogaritën 20 veta mbrapa, do më thënë që nga logjistika, teknika, ai shoferi kamionit që bën, pra ka një raport të tillë. Një shpenzim të tillë. Ndoshta mund të jetë edhe më i lehtë, të paktën me çka më dëgjuar unë. Në këto kushte që neve kemi pamundësi financiare të ashtu, a mund të bëhet një lloj mbrojtje më inteligjente, asimetrike, pra ti nuk blen dot një tank që të kundërshtosh tankun serb, por blen një Javelin që shekollajt për tu përdorur nga një qafë mali se ku do hyu, në luginën e Drinit do hyu, s'ka nga hyn tjetër. Ndoshta ka ardhur momenti që të mendohet për këtë lloj armatosje të ushtrisë shqiptare. Neve sapo na dhuruan edhe një anije, e cila ndoshta nuk e di se pse na duhet, se ne përballë kemi Italinë, një vend mik, domethënë. Gjithsesi mund të duhet për misionet e NATO-s ndoshta. Sa i përket kapacitetet, natyrisht, kapacitetet ushtarake janë të kushtojnë. As nuk mund të mendohet tani që ne të krijojmë kapacitetet që kemi patur. Në kohën që trashëguam nga koha e komunizmit. Për hir të realitetit kanë qenë kapacitetet konsiderueshme. Ne krahasoshim me vendet që kishim rrotull. Po. Qoftë në ajër, qoftë në tokë, qoftë në det. Kështu që është e vështirë. Është e vështirë edhe mbajtja. Edhe nëse arrin ta marrësh në një formë në një tjetër, është vështirë ta mbash. Kështu që mënyra më e mirë e vendeve të vogla, edhe ka përvoja plot. Kurse ne jemi vetëm vendi i vogël, ka edhe vende të tjera të vogla janë më të pasura se ne. Dhe bëjnë zgjidhje inteligjente, zgjidhje të zgjuara, me fjalë. Blejnë ato kapacitete që janë pikërisht për mbrojtjen, që i përshtaten karakteristikave të vendit tyre. Tani ka filluar, për shembull, ajo që është më e domosdoshme kapacitete është mbrojtja kundërore.
që paka shumë çdo shtet e ka. Natyrisht ajo kushton në blerje, po pastaj nuk është se kushton shumë në mirëmbajtje. Ka të mirëmbajtjen standarde, si është do i kontrollosh parametrat, mund bësh ndrrime, gjërat, por është më pak e kushtueshme pastaj. Ajo që përmendet edhe ju, unë nuk jam brenda, thash, unë jam i larguar që nga 2018, por... Jo, të ka nisur dhe nga studimi luftës në Ukrainë. Jo, unë besoj që ka lëvizje pozitive, por, thash, është... Tani gjithë shtetet janë... Se më duket më tepër një lëvizje reaktive se sa një lëvizje mirë studiuar, për të sepse më thoshte zoti Çuko, armatimi edhe blehet, po oficeri dhe ushtari do 10 vjet të trajnohet. Ky është problemi më i madh. Sepse ne ajo që bëm, ne hoqëm shërbimin ose komponentin rezervë. Është hequr diku nga 2009. Dhe kaluam në profesionist, ushtar profesionist. Nuk thash, tani është kollaj të bësh kritikën, brava, po natyrisht që edhe atëherë ka pas zëra që nuk kanë qenë dakord. Por vendimi ishte politik, nuk ishte se u pyetën nivelet profesioniste në fjalë. Por ajo dëmton sepse së pari është bërë një shkputje e madhe. Është shumë vështirë tani, jo përmendet edhe më përpara, që të përgatisësh një ushtar, ju tha 6 muaj, po unë them duhet 1 vit. Po, 1 vit thonë, po nga halli bëhet. Unë kam pas rast për arsye profesionale, diku nga viti 2008, kam vizituar një qendër stërvitore në Shtetet e Bashkuara, ku po stërvitej një brigadë këmbësërie që do bënte rotacion trupash në Irak. Dhe stërvitej 1 vit. Dhe ato nuk ishin ushtar që ishin marrë nga zero. Pra ishin ushtar që kishin kulturën e përgjithshme si ushtar, por 1 vit përgatiteshin për kushtet specifike të misionit. Dhe për të çuar në një luftë ku nuk kishin një ushtri serioze përballë. Po, ishte luftë asimetrike, natyrisht ishte e rrezikshme, por bëhej 1 vit stërvitje. Dhe arrihi deri në detajet tilla sa që ishte pa imagjinueshme për neve tani sot. Veç ushtari mësonte, bëhej pothuajse infermier, jepte ndihmën e parë shokut në fushën e luftimit, i jepte deri dhënje gjaku. Më ka bërë përshtypje, pikërisht kjo është edhe nga lufta në Ukrainë, që e dëgjova një statistikë, nuk e di a është saktë, që 95% e ushtarëve janë, domethënë, nuk janë viktima të luftimit me armë të lehta ballë për ballë, po janë viktima të dronëve, të artillerisë, dhe problemi më i madh është ajo që e kanë në NATO, doktrina e NATO-s 1 orë. Pra, nga momenti i plagosjes, brenda 1 ore njeriu duhet të marrë ndihmën e vet mjekësore, për ndryshe konsiderohet i nxjerrë jashtë luftimit në mënyrë definitive. Absolutisht. Ndihma e parë në fushën e luftimit është ajo që përcakton, me fjalë, shkalla se si e ke të organizuar ndihmën e parë, përcakton shkallën e vdekshmërisë të ushtarëve. Sepse i pjesa më e madhe e tyre, dhe kjo rezultonte nga ajo që unë e përmenda pak më parë, në Shtetet e Bashkuara ishte një nga mësimet e nxjerra, që nëse i jepej ndihma e parë direkt aty pa lëvizur, i t'jepte shoku, pra deri dhe dhënje gjaku, ishte ulur vdekshmëria 70%. Imagjinon çfarë shifër. E njerëzve shifër shumë impresionuese. Do të thënë, pak të nga 4.000 të vdekur, amerikanët do kishin rreth, le të themi, 20.000 të vdekur. Absolutisht. Dhe kjo ka të bëj, jo vetëm me anën njerëzore, por ka të bëj edhe me moralin e trupave. Dhe ato trupat kur e shohin që dikush kujdeset shumë për to, pra mënyra se si sillen me to, se si i mbështesin. Se si sillet shoku, se si vjen helikopteri që të tërheqë. Absolutisht. Dhe kjo ka të bëjë me moralin e trupave. Dhe po të shikoni, për trupat amerikane kanë qenë, mund të them, me përvojën luftimi më të madhe që mund të ekzistojë të një shteti, sot mund të them është Ukraina, por edhe me moralin më të lartë të trupave.
pavarësisht ato luftonin jashtë Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe ky është një faktor që duhet marrë shumë konsiderat. Dhe prapë se prapë ato kishin moral shumë të lartë. Luftimi jashtë territorit është gabim. Kështu që edhe humbjet në njerëz, siç e përmendët edhe ju, kryesisht në çdo lloj lufte vijnë nga artilleria, nga goditjet, me fjalë artillerisë, aviacionit. Sepse ato godasin kryesisht përqendrimet e trupave. Pra objektivi i tyre, ato e kërkojnë të lloj objektivi.